Në intervistën e dhënë me rastin e festës së shenjtë të Krishtlindjeve, Atë Spiro Kostoli tha se lindja e Krishtit është një dëshmi e madhe se Perëndia nuk e ka braktisur njeriu dhe se në këtë ditë duhet të jemi në krah të atyre që kanë nevojë. Gëzuar dhe për shumë vjet Krishtlindjet, lindja e Krishtit jep një dëshmi të madhe se Perëndia e do shumë njeriu, nuk e ka braktisur atë. Prandaj, neve gjithmonë ecim me shpresën se Zoti na ndihmon dhe qëndron në krahun ton. Edhe ne, në këto ditë të shenjta, duhet të jemi në krah të atyre që janë në nevojë. Është gëzim më i madh të japësh se sa të marrësh, thot Apostull Pavli. Prandaj, në këto ditë ftohemi të gjithë që të gëzojmë së bashku, duke ndihmuar njëri tjetrin dhe më tepër ata që kanë nevojë për ndihmën tonë. Gëzuar dhe për shumë vjet motra dhe vëllezër, kudo mbar në gjitha anët e globit që ndodheni. Gëzuar gjithë shqiptarëve. Mishërimi i Zotit është një moment kyç në historinë e shpëtimit dhe kuptohet si fillimi i aktit të dashurisë hyjnore për njerëzimin.